Horoskopi për ditën e mërkur 3 qershor 2026. Dashi, në këtë ditë do të keni një dëshirë shumë të madhe për të marrë me gjërat e tua. Kërkon qetësinë tënde dhe nuk kërkon që të ndërhyjë njeri. Nëse ke patur orare të shtrënguara apo rregulla që të bllokojnë, do të ndihesh pak i mërzitur. Sfidat e ditës vijnë sepse Mërkuri po bën një rrugë të vështirë me Neptunin në qiell. Kjo ndoshta mund të sjellë pak mjergull këtë ditë, ndoshta mund të ndihesh pa fuqi fizikisht apo i pavendosur në vendime. Por mos u bëj merak nëse nuk i ke të gjitha përgjigjet sot. Qartësia do të kthehet shumë shpejt. Mos qaj për mundësitë që ke humbur në të kaluarën, por bëu gati për ato që do të vinë. Kjo ditë po të ofron me ëndrat e tua të shpirtit. Ngjyra me fat e kuqe, koha me fat 2 deri 5 pasdite. Demi. Sot i dashur Dem, shpirti yt kërkon ndryshim. Ke dëshirë të bësh gjëra ndryshe në përditshmërinë tënde dhe të sjellësh një frymë të re. Por duhet të bësh kujdes me paratë sot. Mos bli gjëra me nxehtim thjesht sepse ashtu të shkre për momentin. Meqense Mërkuri dhe Neptuni sot janë në një përplasje, bisedat dhe planat mund të ngatarrohen pak. Nëse ke kohë pa pushuar apo ke lënë pas dore qetësinë tënde, sot do ta ndjesh trupin shumë të lodhur. Do të duhet të ndalosh dhe të marrësh pak frymë. Nëse ke dyshime për një punë, mos u nxito. Prit sa të ndriçohet rruga. Ngjyra me fat bezh, koha me fat 14:15 deri në 16:30. Binjakët. Për ju binjak, nëse njerëzit të lënë hapësirë sot, dita do të shkojë mbar. Çfarë do të thotë kjo? Në përgjithësi do të jesh në humor për të luajtur, për të krijuar. Por megjithatë, kujdes, sepse pozicioni i Mërkurit me Neptunin mund të sjellë disa pengesa të vogla. Ndoshta mund të llogarisësh pak kohën apo parat gabim. Bëj kujdes të madh me financat, mos jep para borxh sot, sepse keq kuptime do t'i kesh pasdere. Mos lejo që ankesat apo kërkesat e të tjerëve të marrin energjinë tënde të mirë. Nëse mundesh, lëri pak më njanë punët e mëdha të botës dhe merru pak me shpirtin tënd. Ngjyra me fat e verdhë, koha me fat është paradite. Gaforja. Një gjë nga e kaluara jote mund të shfaqet papritur sot dhe ndoshta mund të surprizojë dashur gafore. Merre ditën shtruar, imagjino gjëra të bukura, po mos nxirr konkluzione përpara kohë. Koha do t'i nxjerrë të gjitha në dritë. Nga që Mërkuri dhe Neptuni janë në mosmarrëveshje mes tyre, e ardhmja ose puna jote mund të duket pak si e turbull tani. Thjesht mos nis projekte të mëdha sot, sepse syt shohin vetëm atë që ke dëshirë të shohësh dhe jo realitetin e vërtetë. Bëj hapa të vegjël dhe mos bëj një njeri që të ndihet më keq se ç'është sot. Ngjyra me fat është gri e çelët, koha me fat është 16 deri në 18. Luani. I dashur Luan, maj mendjen hapur sot sepse mund të kesh disa eksperienca shumë interesante, sidomos me njerëzit që ke pranë. Duhet të bësh kujdes, Mërkuri dhe Neptuni janë në konflikt dhe ndoshta mund të kesh pak tundim, mund të fshehesh problemet që të mos përballesh me to. Megjithatë, mos i anashkalo detajet e rëndësishme sot. Punët që duan përqendrim të madh ose lëvizje të shpejta nuk do ta kenë rrugën e shtruar. Edhe një gjë, mos trego sekrete sot, keqkuptimet janë shumë afër. Përdore ditën për të ëndërruar dhe krijuar pa u lodhur. Ngjyra me fat Leila, koha me fat 11:30 deri në 13:40. Virgjëresha. E dashur Virgjëresh, po kërkon mënyra të reja se si ta prezantosh veten dhe se si ti zgjidhesh punët e tua, e dashur Virgjëresh. Por mos u ngarko shumë me detyra, sepse ke nevojë edhe për pak liri. Mërkuri në përballje me Neptunin mund ta turbulloj pak shikimin sot, sidomos kur bëhet fjalë për ndjenjat dhe lidhjet.
Kujdes ku i çon parat dhe kush po t'i menaxhon ato. Mos u mërzit nëse për momentin ndjen se nuk ke një drejtim të qartë. Ky është një mesazh nga qielli që të ndalosh të pushosh dhe të pastrosh shpirtin nga gjërat negative. Ngjyra me fat e kaltër, koha me fat, mbrëmja. Peshorja. Mos lejo që mbyllja në vetvete apo mos vendosmëria të shtyjnë të bësh gjëra me nxitim sot. Rregullat e vjetra po të duken të vështira për t'i gëlltitur tani. Marrëdhëniet me të tjerët mund të jenë pak të ngataruara dhe mund të ndihesh sikur nuk po marrësh vesh me askënd për shkak të sherrit mes Mërkurit dhe Neptunit. Mos i beso verbërisht kujdo sot. Kjo ditë mund të bëjë të ndihesh pa energji dhe pa dëshirë, por mos u trembësh kalimtare. Trupi po të kërkon pushim që të mbledhësh veten për të ardhmen. Ngjyra me fat e bardhë, koha me fat, pasditë e vonë. Akrepi. Sot mund të marrësh vesh diçka që do të ndriçojë rrugën në dashuri ose një projekt që ke pikë të dobët. Pasi dita të ecë, do të ndjesh një lloj pakënaqësie apo ankthi që vjen nga aspekti vështirë planetar Mërkur-Neptun. Kjo nuk është një mërzitje e vërtetë, thjesht shpirti yt po kërkon diçka më frymëzuese. Nëse punon me shifra dhe fakte sot, kontrolloj 2 herë sepse gabimet dhe harresat janë shumë të mundshme. Je i butë dhe i mirë me veten sot, ashtu siç je zakonisht me shokët e tu. Ngjyra me fat e verdhë, koha me fat 18 deri në 20. Shigjetari. Për të shkuar mirë me të tjerët sot, duhet t'i ulësh pak pretendimet dhe pritshmëritë i dashur shigjetar. Me tensionin mes Mërkurit dhe Neptunit, sinjalet që merr janë të përzierë dhe gjërat duken sikur kanë mbetur pezull, sidomos tek marrëdhëniet dhe paratë. Merre këtë si një moment për të bërë një pauzë, një pushim. Kujdes nga dëshirat e kota që të gënjejnë syrin. Nëse një person i rëndësishëm në jetën tënde sillet në mënyrë të paparashikueshme, mos u mërzit. Kjo do të mësojë të jesh më i pavarur dhe të besosh tek vetja. Ngjyra me fat e zezë, koha me fat në mesditë. Britsjapi. Sot do të marrësh një lajm të bukur apo të mësosh diçka me vlerë për një mik apo një plan që e ke shumë për zemër. Ke dëshirë t'i thyesh rregullat e përditshme, por orari i ngjeshur nuk të lë. Mërkuri dhe Neptuni sjellin konfuzion në komunikim. Nëse ke kaluar shumë kohë duke u shërbyer të tjerëve dhe ke harruar veten, sot do ta ndjesh fort këtë çekuilibër. Mos kërko përgjigje me prerje me thik sot. Shijo thjesht momentet, pusho dhe mos nxirr konkluzione pa i parë të gjitha gjërat mbi tavolinë. Ngjyra me fat gri e errët, koha me fat 15 deri në 17. Ujori. Yjet po të ndezin dëshirën për të bërë gjëra të papritura sot, por mund të nxehesh pak nëse njerëzit rreth teje ndryshojnë mendje gjatë rrugës. Dita është e mirë për art, për qejf, por ka dhe disa të papritura. Ndaj, kujdes. Mos prit rezultate të mëdha sot, sepse Mërkuri dhe Neptuni janë në një gjendje jo të mirë, që mund të ndikojë në mendjen tënde. Kjo të bëjë të përqendrohesh me vështirësi. Prandaj lëre me njanë mendimin dhe planet e mëdha për sot. Bëj thjesht disa rregullime të vogla, mos firmos kontrata dhe mos merr vendime të prera për punën apo për shëndetin. Ngjyra me fat lejla, koha me fat 17:15 deri në 19. Peshqit. Në këtë ditë po të linë një dëshirë e madhe për të ndryshuar diçka në shtëpinë tënde apo në jetën tënde private. Është mirë që po e kupton që ke nevojë për ndryshim, rutine, por energjia e Mërkurit dhe Neptunit, që është planeti yt, sjell shumë mjergull se sa forcë. Punët e vështira nuk do të ecin lehtë, por nëse diçka prek ëndrat e tua të fshehta, do ndihesh i motivuar. Bëj kujdes me paratë dhe biznesin sot, ka shumë pikë pyetje. Mos merr borxh për të kënaqur një dëshirë të momentit. Ngjyra me fat e gjelbër, koha me fat është mbrëmja. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar.